me mjesërë në Gjakov, po përshëndetin e forcave të NATO-s në Gjakov, përshëndetin e forcat NATO-s në Gjakov, në gjithë Kosovën ku kanë hy, në Gjakov kanë hy forcat e NATO-s në ora 15 minuta. Vish kanë bo do fëmi kanë bo bosagim shpejt se NATO, jo mashirmacion tanka ushtarake forca serbe. Jo për bosagim se të kodra ty për shvetaj. Po mirë ku ju mdallë, ju marë. Më të vërtekova. Prej ku aty pika kryesore në tranzitit e rrethi pumbët Bakis, vish s'kum bon 1-2, kam pas një flamor këtu në Majis, edhe bosagim për në vrasin, pa më vrashin mundë të vrashin edhe juve. Vish e komandjerë, flamorin edhe, stopin e komeg edhe, e komandjit. NATO, ju jeni ata që keni shëruar një Gjakov për plot me gjak dhe në gjumë. Ju jeni ata që keni dhonë kontribut madh. Jo, nuk jemi po vazhdojmë rrugën për pej. Jo, se këtu do t'jetë masakra madhe. Nërmjet 2 tyrbeve, tyrbe bavëqet dhe shrevetaj. Kam qenë në atë kohë, kam qenë 39 vjeqarë. E kam pas 170 fëmi. Fëmija maj madhe ka qenë 20 vjeqarë. Jo, më shkojnë. Dhe sa ka ilus gjithë media televizive Kosovë, që David Qardin ta shpall një qytetar në deri. E kam prezent Katrina Canën, Besnik Bardin, që ma agim se do të vrasin. Në të vrasin mune të vrasin e ta. Edhe aty David Qardi ka intervenu 42 minuta, në ndërkohë 20 minuta, 40 minuta përmit aty, au NATO, këtu, stop in Gjakovo. Edhe kërë më halli a i David Qardi. Mas 82 minuta, intervenimi ka qenë komandanti i këforit italian, me syza djellore, më mëse, jo, në kemi rrugën për pej, ma i stop këtu dhe stop. Edhe ku ka dalë Katrina Cara, ka thonë nëse shkoni ju për Rogov, edhe unë do të vim për Rogov. Ajo përkthysja ma mirë që ka qenë një ndër 170 fëmijë mosha ime 39 vjeçare. Edhe ku po intervenimi se ka tek prej Clarkit e Bill Clinton e këta. Vice Boss, stop in Gjakovo. Thank you America, thank you Europa, thank you NATO. Unë do t'ju flas në radio-televizor një seni që jam në këto media, edhe unë jam falendëruar shumë e mjesëtarën e juaj, që jeni shumë të vërtet, shumë raste shka janë që i qitin të vërteta. Rruga Skënderbeu ka qenë atëre, tash rruga Bujar Roka, banesa Duka Gjinit, aty ka pas 85% ka pas kriminella serb, e 15% kem qenë shqiptarë. Një ndër ta kanë qenë, ndërkohë ku kanë ardhë me datën 6 prill, kanë ardhë 30 vetë paramilitarët policia lokale Mushakove. Mushki ka qenë baba i tyve, Muharremi Ibrahimi Isufi. Ndërkohë ka qenë komandanti më i madh një ndër këta policistë lokale 185 vetë, Zora Nikić. Samović ka qenë Milan Stanojevići, Guta, Stop Kovači, Dragan Kovači, Vladan Kovač. Një ndër këta, mas që më kanë marrë, në ora ka qenë 3:40 minuta. Ka qenë muj data 6 prill, ka qenë qaq nxehtë muj prill 99, që nuk e besojnë kërkur. Vishu trash, se e kemi një punë. Ka dalë gruja, o ju lutëm, shka keni ardhë, po burën e kom pa qef. Dhe jo, vish pa kemi punë. Ku mi kanë lidhë synë, mi kanë lidhë durët, emocionet në klajnë, ha? Vetë kom thonë, gru, amonet për t'i lo fëmit.
Ta mani për mas më mërë, edhe më kanë thënë 30 vetë, prej katit parë, dhe në ka 4 vetë, gjithë kanë qenë me automata. Një ndër këta, ku jam zbrit poshtë, nuk po shof kur gjohë, terë. Nin edhe i hinë, ku më kanë shime një garajë, me lakshi ka qenë, edhe poshtë ka qenë lakshi, edhe rrethi garajë betonit lakshi. Pani ju kërkojmë falje, shpreje, me miqërsi, me shpirtin tam, me jetë, me zemër, me keshka komen trup temin. Zhveshu. Po, kanë zhveshu. Ne me bizbolla 3, ne 3 me bizbolla. Ne 3 me zingjir kuajve, ne 3 me zingjir kuajve. Ne 3 kanë qenë me kanopat lak bunarit, ne 3 kanë qenë me kanopat lak bunarit. Ne kanë qenë 3 me paricat që tekurit që zgatët dhe shkurtohet, ne kanë qenë 3 me paricat që zgatët dhe shkurtohet. Ne kanë qenë 3 mandej me paricat gome, 1,25 cm, ne kanë qenë 1,25 cm. Po një ndër atë, une, si po më shifni tash, në atë kohë kam qenë shumë fizikisht, psikikisht. Prej kime s'kajse dhe ngisht atë komës, nuk e kanë besu kërkushi që do të mes gjallë. Edhe kanë thonë, ky pas ka coftë, që japim diploma edhe natën e mire. Se ka kanë arë intervenime, si e patë ju, prej 5 vetek gjallë, që kanë thonë intervisa në këtë telefonin tim, edhe e pave, lizove, 4 këna mbe gjallë. Te 2 të gjateksit, kam kanë liru, pje shofi një 18 vjeqar, e kanë pushkatu mosheku. Edhe ndërko, erë intervenir. Tash, ku fillum bombardimet e NATO-s supin, 3 prella i kanë gjujt. Se prella parë ka qenë që te Pumba Bakisi në barë. E ka bo shpel 15 metra pazen. Prella 2 ka ra për skaj policis. Je kanë qenë da fëmi të lutë fotball. Po kanë pa që ata ku kanë bo, se kom të shmitarë, do këtë ri aty, që janë plagosën, që kanë qenë në përbuzhën, në përgjith, edhe ata janë largu. Ku janë largu, prella 3, aty vish ka fillu, bam! Qaura që granadave, forcat NATO që kanë bombardu, ajo ka qenë të mërshme. Dhe kati 6 u dridhë. Dhe gjomat më kanë thy, dhe bloki e në qosh ka qenë i hekën. Një ndër këta, une po jo të regoj atë, tashi, masi që kanë ju në baj për aty, kanë arën social, në kanë marën social, Milan Prashevici, ka thonë se koke qenë ke vitkan, hale, edhe aje më ka zhveshë, më ka lidhë për fotele, ko me dur, edhe ti ka hi, me rrim elektrike, me tela bakre. Në sekunda, ku ki djallin, ku ki vladni, ku o qikyja, gjitha. Hish. 2 minuta kia vet. Ja, pa vet. Ja. Qo kryt, habi shu. Edhe në sekunda. Ja, vdekja liri. Aty, 99.9% kam qenë i zhdukur. Po, Allah në ka një mu e gjitha. Një ndër këta, tash social që kanë qenë, një ndër këta, unë e kom pas kriminalat, si pike parë, hymja parë i kom pas 5 kriminalat. Si ti him prej të parit, Zora Nikish, komandus i policisë lokale Mushjakova, Muharremi Ibrahimi Isufi. Milan Stanovici, pumpën e Bakis, e kanë ratu me bomba ushtarake. Kanë qenë përmi 20 bomba, për rrashpis, Samovici e kanë prua zjarë fiksat, Zora e trash, e kanë hypë përmi atë pumpën e Bakis dhoma që ka pas, e të posh e kanë bo kretë. Nëse nuk e mbesoni që ku kini dëshmin që gjallë pesa i Bakis.